sot jemi me këtë hadithin. Tregon Abdullah ibn Abbas thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair." Pjesa e parë e hadithit është kështu. Thot Ibn Abbas, në vërtet ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më bujari prej njerëzve për punë të mira, bil khair, në veprat e mira. O kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Pjesa e dytë e hadithit është dhe ai ishte më bujari, më i miri ku në Ramazan. Pjesa e tretë e hadithit është kana ajwada bil khairi min ar-rih al-mursala. Ishte profeti sallallahu alaihi wasallam më bujari, më i miri në punë të mira, më i shpejt se sa era e lehtë që fryt. Subhanallah. Për këtë hadithit e kuptojmë këta çështje. E para është bamirësia ndaj të varfërve. Bamirësia ndaj të varfërve. Allah azza wa jall për neve ka dhënë sprovën e agjerimit. Në moment kur hajt ta thonë agjerimi të ditë, a na shkon mendja për fukarat që s'kan. Kur e qelë domethënë iftari, mëndzë që së spresni me qelë iftari. A na shkon mendja që fukaraja se ka shko 30 ditë kështu. Fukaraja ka tërjetën ashta këtë metodë që lyp sa çka më hangër, nesër çka më hangër e kështu të ndara. A thonë më bujari ka qenë pejgamberi në punktin. Bujari është domethënë bamirësi. Mi dhan, më bujari pejgamberi ka qenë në Ramazan, në punë të mira, në ndihmë të varfërve. Pastaj u vëllezër, fjala për vetit në hadith që na tregon Ibn Abbasi, kanë ajwada, ishte më bujari. Çdo ulema thoi, çka do të thonë kanë më bujari, me shtu sa më shumë sadakan. Si do të Ramazan, më shumë me shtu ajwada. Ka thonë më bujari, më shumë domethënë, me shtu sadakan për të varfër. Pastaj u vëllezër, këtë hadith hen e kanë cek ulemat edhe me ushy një agjërus. Me qenë më i pari, më i shpejti, më së shumti që jep iftara tek njerëzit, hen edhe në këtë hadith. Pastaj u vëllezër, dhe e fundi për këtij hadithit është që me qenë më i shpejti në punë të mira se sa era që fryt, sidomos në Ramazan. E lusme Allah azza wa jall që t'jemi për këtij hadithi dhe që promovojmë këtij hadithi. Allah na bëjë të ya rabbil alamin.